Shtë në shpesh që pati njerëz brenda partisë lirisë influencojnë që të largohesh nga partia. Kush janë këta dhe tani mua më habit fakti që si mund të dëgjoj meta këta tani. Dhe cilët janë, dua ta di së pari, 1, 2, 3, 4, se ti je njeri me kuraja të jashtëzakonshme. Kush? Njerëzit që kanë ndikuar për të larguar ti nga. Shiko. Ajo ka ardhur në mënyrë natyrale. Po natyrale pastaj është normale. Por nga ana tjetër, jo, ka ardhur në mënyrë natyrale sepse që kur Ilir Meta ikun president, unë u shkëputa komplet në marrëdhëniet e mia, po themi, të bashkëpunimit me të politik. Ai ikun president, merreshte me problemet e veta, Komisioni Venecias, reforma në drejtësi, gjykata kushtetuese etj, ndërkohë që mua mra partia dhe që duhet të mbaja dashje pa dashje një parti që mbas djegjes mandateve u bë shumë e vështirë sepse dhe vetë Partia Demokratike në atë kohë na sulmonte jashtëzakonisht shumë nën rrogos, pra gjuante nën brez. Ku ndërkohë ne dinim shumë mirë që gjysma deputetëve të Lulzim Bashës ishin në allizhverishe, po themi, me Partinë Socialiste në atë kohë. Kështu që ishte shumë e vështirë dhe në një farë mënyre të qenurit kryetare e partije ma bënte shumë të vështirë, ndërkohë që pjesa më e madhe e partisë që kishte qenë në kohë në pushtet, pra ministra, ish-ministra, drejtorat etj, apo edhe rreth i ngushtë i Ilir Metës, kaluan të gjithë ke Partia Socialiste dhe përveç se kaluan ke Partia Socialiste, ata kishin edhe gjithë sepse metodologjia që punonte Ilir Meta dhe ne ishte që ai që drejtonte qarkun politik të një distrikti ndërtonte dhe gjithë networkun e partisë politike. Gjë që rezultoi një procedurë e gabuar sepse kur të ikën Monika të merr edhe njerëzit e saj me vete. Kështu që në këtë drejtim ajo ishte erdhi hap pas hapi sepse dhe unë vetë Ulova, jo pra ty pa po dhëtë. Pas hapi po erdi pra që kur ishte president. Kush janë njerëzit? Paraqite një regjie. Po stafit i presidencës. Do me thënë, Lushi tu ati, stafit i presidencës. Erisa s'ka qenë. Jo, Erisa nuk ka pas aq pushtetit. Agjinasja ka qenë? Tek Ilir Meta. Agjinasja pa tjetër. Agjinasja është nxitsi kryesor i grupeve armiste. Jo, zonja është përshesh ha me thënë drejtën, mos u merr me të, është out, po. Është out, është grua shumë e mirë, me thënë të drejtën, nuk kam absolutisht asnjë gjë, po nuk merr vesh nga politika, as nga konjunkturat, nuk ka asnjë njeri me vete. Domethënë, mbrapa saj s'ka asnjë votues, ka 0 votues. Nuk ka thua. Absolut. S'ka tash ç'a të themi ne. Është do t'i bëjmë qefin vetes. Është deputete kjo? Po, është deputete. Është deputete pse. Prandaj dhe dolëm 12-4 atje, jo vetëm për kësaj, po edhe për të tjerëve. Ka zgjidhur Partia Demokratike apo? Mos është me Partinë Demokratike, se zakonisht doktori më përpara s'dite njerëz si kishte të vetët, po ja kalon te partive të tjera. E ka përdorur këtë në vite. Është PD-s. Jo me montim. Po jo, s'është PD-s. Nuk është. Jo, ka punuar. Ka punuar zonja quhet Brunilda Axhiu. Si këta të rinj që sjellën Tirana. Ka një kopër. Këta të rinj që sjellën Tirana. Që nuk i njohin. 4 vjetëve. Po, nuk i mbaj mend. Ti s'ka asnjë ministër të ri. Ti nuk ka asnjë socialist që ta njohësh që njerëzit shkojnë të kërkojnë llogarit kam dhënë votën. Gjithë qeveria është qeveri që s'ka 0, domethënë. Si ke numrat e telefonit. Njerëzit se Ilir Meta është në burg dhe sado që drejtoj nga burgu, kuptohet që nuk është i lirë për ta drejtuar. Kush janë njerëzit që drejtojnë sot Partinë e Lirisë? Unë nuk e di, me thënë të drejton, unë nuk shikoj asnjë... Nuk të lejojnë të afrohesh aty? Jo. Nuk është marrë vendim përjashtimi? Është marrë vendim që s'ja po unë s'dua ty vetë, më të unë po dua për 20 sekonda e hy atje. Po të gjerë të jashtë? Nuk diskutohet, por kam prioritetet të tjera. Zoti Rakipi, unë kam prioritetet të tjera. Fillimi i procesit pra seancën paraprake, mbyllja e gjithë dokumentacionit. Kush janë njerëzit që drejtojnë pastaj prioritetet? Do mi thuash prioritetet në fund? Po patjetër. Jo, po them duke pas këto prioritete për mua nuk është Partia e Lirisë prioritet, sepse është një antike ose një antikuar, i cili po ta quajmë është shumë i ndotur dhe do shumë kohë për ta restauruar. Kështu që do atë kohën e vet. Për mua sot prioritet është janë fëmijët, stabiliteti im familjar. Fëmijët janë për të gjithë familjet me? Mi po unë për mua. Edhe operatorët deri dje kam pas prioritet. E kanë prioritet. Jo, zoti Rakipi, unë deri dje kam pas prioritet fëmijët e partisë. Kështu që tani me gjithë fëmijët e partisë. Kështu që tani kam prioritet. Edhe me diploma. Po dhe shumë mirë kam bërë, I kam bërë me shkolla, I kam bërë me shtëpia, me katadia, me gjitha, domethënë. Diplomat e dynjas. Pafund I kam bërë dhe me thënë të drejtën, dhe t'ju themi një gjë zoti Rakipi, vetëm për një gjë jam e kënaqur. Janë gjithë ata të rinj që janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që më shkruajnë. Meti më kujtohet mua datë të Zoti i Madh thon kur dëgjojnë këto idiotësitë e Spakut, thon mua, "O Zoti i Madh, do t'i mbledhim ne çfarë lekësh kanë ata që t'ju aplasim surratet." Vetëm me diplomat i ke
Ti ke mbushur të vetëm me studime jashtë shtetit sa kam quar njerë. Dhe i menin shpejt, ato, nuk i menin në... Vetëm me studime jashtë shtetit. Menin me njerë. Vetëm me studime jashtë shtetit, jo, nuk kanë që si ata që bëni shkollën e lartë për mbaru shkollën e mesme. Jo, si kisha shori, kisha të gjithë në nivele shumë qartë. Doktori e rregulloi këtë moment dhe ato merreshin vazhdimisht shpejt. Shumë mirë kanë bërë. Jo, mirë kanë bërë. S'ka si gjë, se shqiptarët janë arsimtarë. Nga paturimi kanë shqiptarët për diploma dhe menin dhe për 3 muaj. Po ti po të futesh në SPAK, do shikosh sa ke ashtu, sa dush ka SPAK-u që të vinë bëjnë ty. 20 veta punojnë. Kush 20 ma? Po 20 veta punojnë. Po unë do marrë zyre dhe i qika ty, se aq shpesh të shkoj unë atje. Po jo me zyrë mund të marrë, që kuptohet, po. Tani që të vim ke ajo që tash, sigurisht që ka probleme në aspektin tim politik, është për mua është tangente kjo gjë, problemi e ka gjithë opozita. I temi me emra kush e drejton, Blushin ke aty. Po, Blushin e drejton, me që kam paru nga media të se... Gjigjo, Gjinasja. Gjigjo në kam përshtypje se do ta... Blushi, Gjigjo dhe... Me që kam kuptuar, do t'ju them një detaj shumë qesharak. Se Gjigjo del... Do t'ju them një detaj shumë qesharak dhe fakt është bërë këshu, jo për ta dëgjojnë edhe njerëzit, se ishte faza që ne mblidhnim vota për Ilir Metën në zgjedhjet e fundit, dhe ajo që bëri përshtypje është që djali e mori me një pasion shumë të madh dhe për hir të vërtetës shumë njerëz të mi, të cilët apo edhe njerëz të cilët ishin të fyer nga sjelljet e njerëzve të partisë, ishin të lëkundur ose nuk do shkonin fare të votonin. Dhe unë për të neutralizuar dhe për të maksimizuar votën, zoti Rakipi, i bëja djalit prezantimet me njerëzit e mi, po themi që kishin po themi një lidhje kontakti. Dhe ai është një djalë me shoqëri të madhe, pra nuk mund të them që është pa shoqëri. Unë 2 fëmijët e vegjël kanë një shoqëri shumë të madhe, goca e madhe është më e tërhequr, më kështu. Me sa duket fëmijët e mëdhenj janë gjithmonë më të tërhequr, më introvert. Dhe ai i ka kërkuar Erisës një ambient në godinën e partisë që të sillte shokët e vet që ju duheshin këtyre për komisioner. Dhe i kishte thënë që ka një 50 çuna, shokët e vet, mosha e tij, të cilët ishin të shkolluar jashtë shtetit si puna këtij ose kishin mbaruar shkollat, që të vinin dhe të ishin dhe meqense në parti duheshin, edhe duke parë njerëzit që sepse ajo godinë është mësuar me njerëz që Erisa tha jo, po. Jo, Erisa shkreta i tha, patjetër t'jap mu zyrën time, i tha. I tha. Dhe shkon i thotë. Po, dasha mirë. Shikon, ne asnjëherë nuk i kemi dash zyrat në parti janë mbajtur gjithmonë për takime me të huajt. Nuk ka pas zyra në parti, ka pas sallat të cilat bëheshin takime. Patjetër t'jap motra zyrën time. Dhe i thotë Tedi Blushit që po ja lej zyrën time, Besari që cilli njerëzit. Tedi thotë Ilir Metës, se paktën kështu, i thotë që dëgjoj thotë ka kërku besi zyrën e Erisa Xhixhos. Dhe normal që Ilir Meta nisi një luftë pa epur, tha do të më marri partinë, do t'i marri partinë, sepse në fakt... Do që mund të hyjnë ti tani tërthor. Po unë prapë edhe po të dua zoti Rakipi tani, unë nga ju të bëj një deklarat. Mua më tregon ti këtë. Unë e mbledh të gjithë partinë, të cilët këta nuk ju kanë numrat e telefonit. E nxjerr këta jashtë po duhesh. Dhe jo vetëm këta, po ju mbledh edhe Partinë Socialiste, ju mbledh edhe Partinë Demokratike. Partinë Socialiste. Po, i mbledh edhe Partinë Socialiste. Ai ka bërë magji Partia Socialiste. Po s'ka ai gjati jo, e keni shumë gabim zoti Rakipi. Ai nuk i ka bërë magji Partia Socialiste. Ai i ka dhënë SPAK-un në dorë krimit organizuar. Ore jeni shumë problematik. Jeni shumë problematik. Ore ka filluar SPAK-u hetim për vrasjen që u bë në Rinas? Këtë, po do t'ja këlloj për... Kush është personi që u vra? Kush është personi që u vra? Ndim si krau i djathi Shullaz. Po kush e vra, për interes të kujt u vra? Po duhet ta marrë SPAK-u, po duhet ta zërzoj prokuroria e Tiranës. Por SPAK-u, jo, SPAK-u në momentin që prokuroria e Tiranës... Po nuk e merë brenda ditë, po mona. Si? Jo, meren postobloqet, 5 postobloqet e policisë, të cilët lejuan makinën me targa greke të kalonin, dhe është shumë e thjesht. Ti eshe sigur që SPAK-u do ta marrë këtë? Si? Ti eshe sigur? Mbas 20 vjetëve. Jo. Po duhet prokuroria e Tiranës, si pas rrugës se shpesh unë bëj emisionin këtu dhe thes gazetar, ekspertë, juristë. Patjetër më. Ish prokuror. Jam shumë dakord. Kam shpesh në studio, ata më shpjegojnë. Kuptoj dhe unë në ngje, kuptoj. Jam shumë dakord. Zoti Rakipi jam shumë dakord. Tani mund të bëj një pyetje unë? Po, patjetër. Mund të bëj një pyetje? Për SPAK-un dhe Ministrinë e Drejtësisë dhe Shtetit Shqiptar, sot ishte më e rëndësishme që të shpërndajë një fletë rufes sikur ke çuar një letër porosi për ekstradimin e Arben Ahmetit, apo është për t'ju thënë shqiptarëve një informacion se çfarë ka ndodhur me vrasjen e Rinasit, sepse për fatin tim të mirë, një ditë më përpara, një të njëjtën orë është një vajza ime për në shkollë ka kaluar aty. U përgjigj Arben Ahmeti. Po pra, u përgjigj që nuk është e vërtet, por sot SPAK-u punon për të bërë dezinformime, për të bërë perceptive. Unë e oqja nga sajti.
Për të bërë perceptiv. Po është e vërtet, më zoti Rakipi. Tani. Ore, është e vërtet, e di qa për Spaku. Po kush e ka bërë? Po spekulime në media ka sa duhet. Ore, tani, më falj një sekund. A doli Spaku? A doli Spaku, a të themi që të duesh. Ore, kush i thonë të gazetarëve që Ilir Meta ka flet në një hotel me Kaserot Ismailajn tek Mandarin në Çeki? Ti kujton se ato që Spaku? Po pse kush? Po flet njerëz me të si. Po jo more, zoti Rakipi. Do t'ju sjell unë dosjen e Spakut, që janë gjithë portalet që akuza e Ilir Metës është ngritur në bazë të portaleve dhe shkrimeve që janë bërë. Tani ti nuk më përgjigje mirë mua këtu. Qarë do të? Ta e përfaqësojnë mirë partinë e gjinasë. Jo, në mënyrën më skandaloze, e kanë degraduar, e kanë shkrirë. Ti po duash e Omer brenda ditës, atë po s'do. Po dua ju Amer, jo unë, po kush do ju Amer. Edhe Silva Caka ju vjen nga Partia Socialiste dhe ju Amer. Pse? Sepse këta të katërt, Silva Caka kaloi po fal një sekond, sepse këta të katërt, që janë njerëzit e besuar të Ilir Metës, deri më sot nuk kanë bërë asnjë deklaratë për Ilir Metën. Me the. Sepse këta të katërt nuk por Blushi ka bërë. Po, shumë mirë, ka bërë dhe duhet bëj më shumë. Edhe ka bërë vetëm njerë. Dhe po ju them një gjë. Këta njerëz kanë bërë deklarata dhe më flasin mua për orbitën dhe diellën dhe ju preu barku këtyre për historit, shumë mirë për arsimin. Unë do t'i zresta edhe këtë zonjën e re. Pa tjetër, edhe do të marrin intervistat e Ilir Metës dhe t'i lexojnë. Çfarë kanë bërë për Ilir Metën, më thot Erisa Xhixhonji dhe Edmonda Xhenaso 2, cili është deklarata e tyre që kanë bërë me delegacionet e huaj që janë... Deputetja e re të bëjtë një. Jo, s'pres nga re, unë pres nga këta 2 vjetë. Deputetja e re, deputetja e re, a i ka bërë këto 2 si mbaj me në. Të mos lutem, u takuan me delegacionin e Bashkimit Evropian për negociatat? Ishte dhe zotja Xhenaso dhe zonja Erisa Xhixho. Hapi Instagramin, shikoje, falenderojmë Bashkimin Evropian për integrimin e Shqipërisë në BE. Këta të dy thanë në i fjalë për si do integrojsh ti në BE kur ke një sistem drejtësie të kapur nga krimi organizuar. Por drejtësia të mëta dhe Ilir Meta është interesuar. Hapi Instagramin e tyre dhe lexo deklarat. Nuk ka një deklarat për Ilir Metën. U zgjodhën deputet këta të katërt. Zonja fakt e falenderoj Ilir Metën. Këta 3 tjerët nuk thanë as falenderit si Ilir Meta në listë. Tani pra po të them një gjë. Nuk mund të ekzistojë Partia e Lirisë nëse këta të katërt nuk flasin për Ilir Metën. Nuk ka deklarata që të dalësh ti, dakor, të fol ti edhe për Buburrecin. Unë ja thash edhe ti, unë jam shumë e indinjuar me gjithë mediat shqiptare. Pse jam e indinjuar? Aq më shumë me mediat e opozitës. Pse zoti Rakipi? Ilir Meta ka qenë një nga bashkëpunëtorët më fair me mediat. As nuk ju ka ndërhyrë asnjëri të dalë një televizion që të thotë që Ilir Meta më ka ndërhyrë në editorial ose të ka ndërhyrë për të bërë këtë gjë. Përkundrazi, ka qenë një nga ndihmësit kryesor dhe ka qenë një nga njerëzit që e çliroi media, që bënin media çfarë të donin. Ilir Meta ishte kryeministër, i dha licencën Top Channel-it, licencë kombëtare, i dha ambientet e gjitha, dhe kur ka hap televizionin Top Channel e ka filluar me lajme kundër Ilir Metës. Kur nuk përkundrazi Ilir Meta i dha dorën Tan Hoxhës, që ishte presidenti i atëherë, çfarë si dha? I dha çfarë donte, licenca, gjëra gjitha, jo se ja dha nga xhepi vet, se i takonin. Dhe tani, dhe më falë zoti Rakipi. Pas Tan Hoxhën, se unë kam qenë, më kujtohet, me Tan Hoxhën, me Ilir Metën dhe me Dramën. Po pra, dhe keni qenë pas Tan Hoxha e trajtonte. Ke hotelit Xhedikut famshëm, nëse mbani mend. Po. Tani më dëgjoj një sekondë, po i them një gjë. Dhe nuk ka një emision investigativ. Një emision investigativ, zoti Rakipi, nga gjitha televizionet, jo për Ilir Metën, për padrejtësi që ju bëjnë, se do ju bëjnë gjithve. Do mbarojnë me Ilir Metën, do mbarojnë me Sali Berishën, me familjen Sali Berishës, do mbarojnë dhe me Belinda Ballukun. Do merren me televizionet. Do t'i vinë zotris këtu, do t'i thonë me çfarë lekësh e ke bërë ti godinon, ku i ke gjetë kamerat. Tavoline? Po, me këtë tavolinë do thotë se kjo është prej Peçikllazit. Po ne di kur do vine? Jo, po do vinë. Do mbaroj ke klani, do mbaroj ke Top Channel-i, do vinë dhe ke ju. Kamerat ata i kanë të shtrenjta, me ata do vinë. Kështu që. Dhe çfarë ndodh zoti Rakipi? Këta nuk bën një emision investigativ, jo për Ilir Metën, mos merren me dosje, por për shkeljen e procedurave që ka bërë Spaku në marrëdhënie me Ilir Metën, se kur Spaku shkel procedurat me ish presidentin, me ish kryetarin e parlamentit, që çfarë provash do prish ka Ilir Meta? Cilat janë provat që do prish Ilir Meta që e mban në burg? Për mënyrën se si u arrestua Ilir Meta, ti s'ke lënë emision investigativ, e kam thënë për buburrecin e patatës. Dhe nuk bën këti një emision investigativ për mënyrën se si funksionon sistemi drejtësisë, një sistem drejtësie që e ketë tashmë të certifikuar nga World Justice, që është ka shku më keq se Djibouti. Një më shkruan njëri që njohë, por nuk do t'ja them emrin, që ka drejt Mona, thot, në një pikë se një nga gabimet që ka bërë Ilir, thot, ka qenë mbante njerëz që as votat e shtëpisë nuk i kanë. Po.
Po di unë shumë mirë. Nuk është... Shiko, Tani, unë nuk them dot për Vangjel Tavën që s'ka vota. As për Lefter Kokën. Po, sigurisht. Nuk them që s'ka vota. Tani. Dhe nuk merrem në aspektin, po themi që ashtu. Monika, Por okej, po tani... partitë politike me vota, Edi Rama i mblodhi gjithë prapë, Sali Berisha i mblodhi gjithë prapë, nëse mban mend Partinë e Re Demokratike. Në këtë parti, Ilir Meta, për shembull, ka qenë, jo, vetëm King Maker, po një nga njerëzit politikanë më të rëndësishëm të... Ilir Meta ka qenë gjeni i politikës, dhe unë mendoj përsëri që është prapë gjeni i politikës, dhe kjo është një ndar arsye që mbahet brenda. Sepse dalja e Ilir Metës nga burgu rikthen pozicionimin e tij në Kingmaker. A do të mungon politika dhe që do bësh tani? Jo, nuk më... Nuk ka dhe kuptim, shiko, edhe kjo politikë kemi ne, nuk ka kuptim. Jo, është një politikë shumë... Oj, nuk ka dhe kuptim pa ty. Shterp. Jo, politika në Shqipëri, ose ashtu, është për mua shterp. Unë me të them sinqerisht, unë nuk e kuptoj mirë këtë politikë që sjeti tani, të betohen. Ke 35 vjet o zonjë, dhe nuk ka pikë kuptimi. Unë te Monika ku e këtu se u prish politika, vetëm ti ke lëvizur këtu. Të gjithi ke aty, doktorin aty. Vetëm Fatostano e shkret që vdiq, po këtu që keni këtë foto? Këtu jemi në fushatën për Belind Këlliqin. Po që keni berë këtu? Shpërndaja, unë futësha ke 3 fushatarve, shpërndaja dhe kërkoja votën, dhe kuptoja që gjysma e fushatarve që shisnin nuk ishin nga Tirana, pra vinin nga rrethet që votonin, dhe aty kam kuptuar që njerëzit edhe vëndet këtë tezgat që i kishin me pages dhe me presion, që ti do rish këtu, po do m'japësh votën me fotografi. Ke idenë tani që këta të opozitës, i thanë edhe 4 deputeti lirë dhe gjithë e këto dhe janë rehat aty, se tani që mbajnë lirin aty, njëri tjetër nuk marrin. Po normal, se të thonë ato pëse me opozitën. Interesant është kjo, se më kështë shkuar shumë. Unë kam thënë atë. Unë vazhdoj të them që arrestimi... Ne jemi jashtë, unë vazhdoj të them... Të japin dhe 4 deputet. Mua ma quajnë, se ma quajnë... Dhe prapë deputeta gjinazja këta bënd. Dhe ju ma quajnë konspiracion mua. Këto nuk është fare konspiracion. Arrestimi i Ilir Metës është për një objektiv të caktuar, për të mbajtur Ilir Metën jashtë politikës në mënyrë të tillë që këtu të bëhen disa veprime të cilat sjellin përfitime financiare jashtë kufive të Shqipërisë. Kaq, dhe do përdorim elemente të caktuar. Nëpërmjet Ilir Metës ti bllokove marrëveshjen e detit, nëpërmjet Ilir Metës ti bllokove kapjen e gjykatës kushtetuese, nëpërmjet Ilir Metës ti ke zhbllokuar disa kriza politike, sigurisht që nëpërmjet Lulbashës dhe disa deputetëve që deri dje ishin mbyllë brek me Lulbashën, ti dogje mandatet, se po flasim shumë.